Dashi. Sot hëna në kundërshtim me Saturnin mund t'ju bëjë të ndiheni të bllokuar dhe të mbështillni mendimet tuaja në mister. Nëse jeni në një lidhje, do të mbizotëroj heshtja dhe partnerin mund të mos kuptojë dëshirat tuaja, ndaj përpiquni të hapni dialogun dhe të ndani emocionet për të ruajtur harmonin. Ju beqarët mund të takoni dikë me të cilin ndjeni menjëherë tërhequr, shmangni vendimet impulsive, pikatini ato me miq para se të veproni. Në punë, disa kolegë mund të interpretojnë gabim qëllimet tuaja dhe të pengojnë projektet tuaja. Tregoni transparent dhe kërkoni mbështetje ku nevojitet. Në planin financiar, situata mbetet e brish, prandaj ruani maturinë në çdo hap dhe shmangni shkenzimet e panevojshme. Demi. Sot Marsi do ju përkrah fuqishëm dhe do ju shtyjë të veproni me vendosmëri për të përmirësuar cilësinë e jetës tuaj. Në një marrëdhënie do i trajtoni keqkuptimet me qetësi, madje ndonjëherë merrni përsipër fajin për të stabilizuar situatën dhe mbrëmja do kalojnë në një atmosferë më të qetë. Ju beqarët do guxoni të hyni në flirtime dhe të eksploroni njerëz të rinj përmes miqve. Kjo vjen si një hap për të hapur dyrë të reja sentimentale. Në punë, vetbesimi ju lejon të merrni sfida në projekte ambicioze, pasi fillimet e forta janë gjysma e suksesit. Buxheti do mbetet i mirë si dje, por mbani vëmendjen ndaj çdo shpenzimi të panevojshëm. Binjakët. Dita do jetë e mbushur me debate të vazhdueshme që mund t'ju lodhin emocionalisht dhe t'ju bëjnë të kërkoni vetëmësi. Në lidhje me vështirësitë e komunikimit mund të nxisin tensione. Partneri mund të refuzojë të bëjë kompromis, ndaj kërkoni momente të qeta për të dialoguar. Ju beqarët mos u dekurajoni nga refuzimet. Çdo tentativë është një hap drejt gjetjes së personit të duhur. Në punë, përpjekjet tuaja mund të pengohen nga kolegë dhe shefa skeptik, por qëndroni së i përkushtuar dhe demonstroni aftësitë tuaja për të fituar mbështetje. Financat mund të jenë të ngarkuara me borxhe. Përgatitni një plan të detajuar shijërjeje për të çliruar nga detyrimet. Daforia. Intuita do jetë aleati juaj kryesor për të shmangur konfliktet me konkurrentët dhe për të bërë zgjedhjet më të mira gjatë ditës. Në çift do jeni të gatshëm të toleroni më shumë për t'i dhënë marrëdhënies përparësi. Një surprizë e vogël nga partneri do forcojë lidhjen. Ju beqarët do mbeteni të vendosur ta bëni dikë tuajin, edhe pse konkurrenca është e fortë. Përpiquni të ruani elegancën dhe durimin. Në punë, durimi do ju mundsojë të përballeni me sfida pa u dorëzuar dhe të mos humbisni vetbesimin. Sa u përket financave, shpenzoni me maturi dhe llogaritni çdo aksident, pasi vetëm kështu do evitoni tronditje të papritura. Luani. Dita fillon me humor të mirë, por miqtë hipokrit mund të prishin balancën dhe të ndikojnë negativisht në ndjenjat tuaja. Në çift, ftohtësia mund të marrë vend nëse ndiqni heshtjen. Kërkoni momentin e duhur për të diskutuar hapur dhe për të rikthyer emocionet. Ju beqarët shmangni manipulimet e vogla për t'i prishur punë të tjerëve. Kjo sjellje mund t'ju penalizojë në marrëdhënie. Në punë, mbështetuni te vetdisiplina për të mos humbur pozicionin, pasi mungesa e fokusit mund t'ju kushtojë përgjegjësinë në një detyrë të rëndësishme. Financat janë delikate dhe mund të shkaktojnë ankth. Planifikoni shpenzimet dhe shmangni vendimet impulsive. Virgjëresha. Sot ecëria e ditës varet nga qasja juaj dhe zgjedhjet që bëni në çdo moment. Në çift, nëse jeni vëmendje emocionale dikujt tjetër, mund të lindin debate të zjarrta që kërcënojnë stabilitetin. Përkushtoni miqin ndaj partnerit për të ruajtur vërtetësinë e marrëdhënies. Ju beqarët do gjenden përballë dy mundësive që tërheqin vëmendjen. Analizojini me kujdes para se të vendosni. Në punë do jeni të kërkuar për ndihmë nga të gjithë, pasi kolegët dhe shefat e vlerësojnë profesionalizmin tuaj. Financat duket se përmirësohen ndjeshëm, si në rast të fikimit të një lotarie, megjithatë ruani maturinë në shpenzime. Peshorja. Jeta juaj do jetë e ndriçuar sot dhe kapaciteti për të parë anën pozitive do jetë i pashtershëm. Në çift do kaloni momente të lumtura dhe partneri do ndjejë mbështetjen tuaj të parezistueshme. Harmoninë e krijuar nuk do e prishni kollaj. Beqarët këshillohen të shmangin nxitimin. Personat të takuar janë interesantë, por le të lidhin takimet natyrshëm para se të hidhni hapa të mëdha. Në punë, Marsi do ju jap energji dhe dinamizëm për të qenë të drejtë për drejtë dhe sipërmarrës në çdo projekt. Financat fillojnë të kenë përmirësimet e para, duke ju lejuar të ndiheni të qetë dhe të planifikoni të nesërmen pa stres. Akrepi. Qielli hapet dhe rrezet e para të diellit sjellin një disponim pozitiv. Në çift të ndiheni të sigurt dhe të gatshëm për hapa të tjerë në marrëdhënie. Beqarët shpërndajnë një magnetizëm të fortë dhe kërkojnë dashurinë e madhe, edhe pse mundësitë janë të kufizuara. Pavarësisht, përpiquni të ndërmerrni hapin e parë.
Në punë, urani ju ndihmon të realizoni projektet me sukses dhe të merrni vlerësime pa fond, pasi puna juaj do dallojë për krijimtarinë dhe zellin. Financat do normalizohen duke rikthyer ekuilibrin në buxhet falë zgjedhjeve të mençura të fundit. Shigjetari, pas një periudhe sfidash, sot do ndjeni frymëmarrje më të lehtë dhe një optimizëm të ringjallur. Në çift, do shprehni mendimin të sinqert dashurinë, duke lënë mënjan çdo mërzi të kaluara dhe duke krijuar një atmosferë plot pasion. Beqarët do përfitojnë nga ndikimi i Venusit për të organizuar takime mbreslënëse që hapin horizonte të reja emocionale. Në punë, ambicia rikthehet dhe ju keni më shumë qasje drejt objektivave. Hidhni hapa të guximshëm për të avancuar. Buxheti mund të mos jetë në kulmin e tij, por me menaxhim të kujdesshëm do siguroni mjetet për nevojat bazë pas stres. Driçjapi. Përgatituni për një ditë të ngrohtë dhe emocionuese kur rutina nuk ka vend. Në çift, të luftoni kundër monotonisë dhe do sillni freski në marrëdhënie, duke e forcuar lidhjen. Beqarët, pasioni ju pushton pa pritur dhe mund të nisë një histori të bukur me personin e adhuruar prej kohësh. Në punë, jo vetëm nuk duhet të mbështeteni vetëm tek të tjerët, por të shfaqni iniciativë dhe të kontribuoni me idetë tuaja. Kjo do të impresionojë shefat. Plutoni do favorizojë stabilitetin financiar, duke reduktuar impulsivitetin dhe duke vendosur një buxhet të ekuilibruar për shpenzime. Ujori. Planetët janë kundër jush sot dhe marrëdhënia në çift mund të jetë më pak e fortë, për shkak të mungesës së përkushtimit. Përkushtojeni familjes dhe detyrave për të ruajtur balancën. Beqarët nuk do kërkojnë takime me detyrim. Prisni momentin e duhur dhe mos e humbni qetësinë në pritje. Në punë, guximi ju nxit në projekte të reja, por kujdes me organizimin e brendshëm për të mos u humbur në detaje. Financat do përballen me probleme kur kombinimi i hyjeve nuk ju favorizon, ndaj përgatitni një plan emergjencë dhe mos lejoni që borxhet të akumulohen. Peshqit. Në këtë ditë, Neptuni dhe Hëna ju shtojnë imagjinatën dhe përmirësojnë marrëdhënien në çift. Do provoni gjëra të reja me entuziazëm dhe do pranoni propozimet pa hezitim. Beqarët do vinë me një etapë emocionuese që do drithërojë zemrën dhe do kundërshti rutinën, duke sjellë aventura të bukura. Në punë, nëse po nisni një projekt të ri ose ndërroni fushë, do kapërceni sfidat dhe do dini hap pas hapi se si të vazhdoni. Në planin financiar, fusha e menaxhimit ju favorizon dhe suksesi është i mundur. Ambicia ju çon përtej pritshmërive, por ruani maturinë në çdo investim. Përshëndetje, nëse kjo është hera e parë që ndodheni në kanalin ton, ju lutem subscribe, mos harroni të klikoni zilen që të informoheni të parët për videon e fundit. Faleminderit!